ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako, nga largimi i saj ka bërë reagimin e parë në lidhje me situatën e saj dhe të Gjestit. Në profilin e saj në Instagram, ajo shkroi: "Mendoni mirë para se të bëni një grua të qaj, sepse Zoti numëron lotët e saj." Pas këtij mesazhi, ndjekësit u treguan mjaft të ashpër me të. Nga veprimi i saj, ndjekësit kanë kuptuar që ai reagim u bë kundër Gjestit dhe reagimet e tyre ishin nga më të rëndat. Në postimin e fundit, Egli dishruan komentet nga më të ndryshmet. Shumë lëvizje e poshtur, kjo hedhja story tënd, pikërisht tani në këtë moment. Zoti numëron lotët e atyre që qajnë, por jo të atyre që dojnë mi ba keq tjetrit për inati se nuk e deshtin mbrapsht. Mos e shfrytëzo tash situatën për famë o Egli, se Gjestit kanë drejt afër dhe pse nuk ka pas dashninë e madhe për ty, ndjenjën në komandohen, këtë do ta pranosh ti. Falenderoj Gjestin që ke marrë prej ti ata që ti e ke dash që nga hyrja e tij. Pse qitë storin Prime, ke pas ton ditën kohë, po do të me qitë Gjestin poshtë. Në lidhje me atë story mendoni mirë kur e bëni një grua të qaj, edhe ju mendoni mirë kur bëni një burr të qaj. Ishin disa nga komentet që Egli mori në postimin e fundit.